Me nisjen e vitit të ri akademik 2015-2016, sot për studentët që nisin apo vazhdojnë karrierën e tyre studimore, i hapën dyert edhe kolegjet private që veprojnë në regionin e Ferizajt. AAB edhe si vjet ka pritur mijëra student në 3 kampuset e veta në Prishtinë, Gjakov dhe Ferizaj. Prorektori i AAB-s në Ferizaj, Bujar Tafa, tha se kampusi i këtij kolegji këtu ofron studime bachelor dhe master në disa drejtime, derisa shton se AAB-ja është një port që ofron mundësi të barabarta për karrierë të suksesshme. Kolegji AAB në Ferizaj operon në 5 drejtime, me fakultetin ekonomik, me fakultetin juridik, me fakultetin administratës publike, me fakultetin e gjuhës angleze dhe me fakultetin e përkujdesjes dhe mirëqenies për fëmijë. Dihet pra që edhe në fakulteti ekonomik pasaj ndohet në 3 drejtime të ndryshme, në drejtime të ndryshme. Sot fillojnë faktikisht ligjeratat, do të thonë jo vetëm bachelor, por master. Kuptohet që vazhdimisht her pas here, pra në kuadër të konkurseve që organizon kolegji AAB, kuptohet që edhe ata që diplomojnë, do të thonë që dalin nga kolegji AAB, normal që i kanë dyert e hapura edhe për të vazhduar këtu edhe me punë ose me ligjërata apo në forma të ndryshme. Prorektori Tafa thot se kolegji AAB me seriozitetin e vet në punë tani më i ka tejkaluar barierat e mendësisë së vjetër që dikur bënin dallime për studimet në privat apo publik. Sepse para 10 vjetëve institucionet e arsimit privat kuptohet që i kanë pasur barierat, domethënë ka qenë ai paragjykime që është bërë prej një mentalitetit komunist, mirë po për fat të mirë sot më nuk ekzistojnë. Po thëmë, nuk janë kështu në formë përgjithshme, po megjithatë janë zbutur barierat. Ne shpresojmë që në tarme, mas 1 viti, mas 2 vite, që mos flitet për këtë ndasi privat-publik, sepse studimet, domethënë, nuk rangohen privat-publik, po studimet, domethënë, janë përgjithshme. Kështu që shpresojmë që nuk do të ketë më kësi barierat pa nevojshme. Po ashtu, edhe ligji për arsimin e lartë ju garanton studentëve barabarsi, domethënë, në gjitha aspektet. Ndryshe, kolegji AAB ka të nënshkruara më se 80 marrëveshje bashkëpunimi me institucione të ndryshme arsimore e jo arsimore nga vendi, rajoni dhe bota. Këto marrëveshje parashojnë zhvillimin e bashkëpunimit në fushën e arsimit të lartë, hulumtimeve shkencore, mobilitetit dhe në fushën e zbatimit të punës praktike në institucione dhe organizata vendore.